Flamurtari dhe Tirana ndalen në një barazim 1-1, një rezultat që nuk i vlen asnjëra skuadër, sidomos Flamurtarit që rëndon edhe më shumë pozitat në klasifikim. Ekipi vlonjat mbetet kështu në fundin e renditjes me 25 pikë në një luftë për mbijetesë që bëhet gjithmonë edhe më e vështirë. Takimi u zhvillua me rivalitet, ndërsa ishte Tirana që pa u mbushur 3 minuta lojë kaloi në avantazh. Pjesa e parë dhuroi shumë pak për të dyja skuadrat, me Flamurtarin që vetëm një herë rrezikoi portën në fundin e pjesës së parë. Ndërkohë në 45 minutat e dyta pati më shumë qarkullim topi nga vlonjatët, por vetëm në minutën e 93 erdhi barazimi pas një penalltie të shënuar nga Maksuti. Ndeshja u mbyll në shifrat 1-1 me vlonjatët që mbeten tashmë në një pozicion shumë edhe më të vështirë në renditje. Pas ndeshjes, trajneri i Tiranës Orges Shej dhe ai i Flamurtarit Andi Ribaj dhanë opinionet e tyre për 90 minutat e zhvilluara, duke u shprehur se skuadrat kërkuan fitoren, por në fund duhet të kënaqen me vetëm një pikë. Patjetër nga pozicioni që jemi dyja skuadrat kërkojnë të merrin maksimumin, me shku më afër fitores, por futbolli i tillë është dhe duhet ta pranojmë. Mendoni që e meriton Tirana të kalojnë apo një shifër rezultati i drejtë? Shikon, në futboll sigurisht që ka situata, ndeshje ka shumë ndeshje brenda dhe ka shumë ndryshime, edhe njerëzish edhe në strukturë. Dhe mendoj që thashë pak më parë që ishim më afër, aty afër don pak më shumë sakrificë, do më shumë përqendrim. Dhe ajo që ne kishim frikën duke marrë masat për bllokuar qendrën nga krosimet, por edhe për topat e dy që ngelin në zonë, aty u ndeshkuam me penalti. Vazhdimësia do të vazhdojmë të punojmë, jemi akoma në pozicion jo komod, aty ku s'na takon edhe për shkak të fanelës dhe traditës. Do të vazhdojmë përpara dhe të shohim ndeshjen tjetër. Jemi dy ekipe që jemi rival direkt për të qëndruar në kategori, kërkoj fitoria, por si filloi loja, pësuam gol shumë të shpejt dhe ekipi nuk doli në ato detyrat që i kishim caktuar. Në pjesën e dytë ndryshuam, më pëlqeu shumë ekipi në pjesën e dytë, reaguam, shënuam, por duhet të merrim maksimumin e pikëve. Vështirësohet më tepër pozita me këtë barazim, sepse rivalet janë 3 dhe 5 pikë. Normalisht po nuk fitove është problem, por javës që vjen presin Vorën, një tjetër rival direkt dhe të bëjmë maksimumin të marrim 3 pikë. Ribaj, çfarë duhet të ndryshojë ekipi për të dalë te fitoria, sepse ndeshja e tretë që na mungon? Shiko, unë e kam thënë edhe më përpara, është një ngërç psikologjik për arsye sepse jemi poshtë në renditje, se po të ishim në një situatë tjetër, do ishte një lojë tjetër. Dhe nga presioni renditjes vjen dhe presioni i rezultatit. Në pyetje, besoni te mbijetesa? Unë besoj shumë tek ta djem. Kam qenë korik që jam me ta dhe besoj shumë. Flamurtari ndeshjen e radhës do ta luajë sërish në Vlorë, aty ku pret një tjetër kundërshtar direkt si ekipi i Vorës, në një garë kur situata mbetet shumë e vështirë për mbijetesën në kategorinë superiore.